në studio kam dy të ftuar krejt të veçantë, do të flasim për një mundësi shumë të mirë që ju jepet të dashur miq, nesër në Teg në fakt, por edhe më gjerë. Do të kuptojmë në këtë bisedë se si do të organizohet gjithçka për të evidentuar atë që mund ta quajmë aftësitë shqiptare ose Albanian Skills, siç quhet edhe aktiviteti. Për të kuptuar më shumë, unë kam të ftuar në studio zonjën Ana Zaharian, e cila është iniciatore e Albanian Skills. Mirëmëngjes, mirë se keni ardhur. Faleminderit. Si dhe zotin Stefan Lajzer, që është iniciator gjithashtu i Albanian Skills. Good morning. Welcome. Good morning. Atëherë, tema duket shumë interesante, megjithatë kuptova që ka një kufizim në këtë mes. Pra, jo të gjitha aftësitë do të mund të jenë protagonistët të kësaj nisme, të paktën jo këtë herë që është era e parë, se ndoshta në dëshirën dhe në ambicien tuaj për ta rikthyer në një aktivitet të përvitshëm mund të zgjerohet gama e pjesëmarrjes, si thuaç. Cilat janë fushat kryesore në cilat të rinjt kryesisht mund të vinë të aplikojnë të marrin pjesë në këtë konkurs dhe si do të organizohet i gjithë? Së pari, faleminderit shumë që ju e mirëpritët edhe na ftuat. Kënaqësi. Albanian Skills, e cila është një iniciativë krejtësisht e re, e nisur një vit më parë nga Stefan dhe unë, dhe ndërkohë janë bashkuar kësaj iniciative që ne e quajmë dhe shqiptarës zvicerane në promovim të aftësive profesionale. Janë bashkangjitur një staf i mrekullueshëm i ekspertëve, profesionist, në 3 fusha kryesore, së pari për këtë vit, që do të jetë në zhvillim programimi, në graphic design dhe në fotografi. Përse janë zgjedhur këto 3 tema? Duhet të është tregu që kërkon këtë lloj atëherë profesioni? Siç e nisa, pra duke qenë një iniciativë tërësisht vullnetare, tërësisht vetëm me mbështetje nga mbështetës, të cilët janë organizata zvicerane dhe kompani shqiptare, mbështetës shqiptar, do të thotë që e gjitha kjo është mbështetur në resorset që ne kishim, pra në burimet, në ekspertizën tonë. Stefan është inxhinier IT, vjen nga gjithashtu me ekspertizë në fushën e arsimit profesional, ka një eksperiencë të gjatë të punës në Shqipëri, në mbështetje të projekteve dhe të mbështetjes arsimit profesional në shkolla shqiptare, e njeh mirë Shqipërinë dhe këtë fushë, dhe natyrisht dhe njerëzit që janë rrethuar kësaj iniciative janë të gjithë ekspertë të kësaj fushe. Pra, ne shfrytzuam burimet të cilat kishim në dispozicion, për të nisur, për të iniciuar iniciativën, dhe ndërkohë në planet tona, në vizionin ton është që patjetër Albanian Skills tashmë e ka krijuar emrin dhe do të vazhdoj dhe do të vazhdoj natyrisht jo më me tre në ambicjet tona është patjetër për të zgjeruar që mund të jenë nga të gjitha profesionet. Shqipëria ka nevojë për të gjitha. Padyshim. Mr. Lajzer, this is, let's say, a world competition, because it exists already, world skills, yeah? Yes, that's true. You thought to bring it in Albania, and that's good news. But what happens globally when it comes to these skills? Pra, po e pyes se kjo është një iniciativë gjithsesi globale, sepse ekziston aftësia globale, themi, ose botërore, që sigurisht gama ndoshta e profesioneve është më e zgjeruar, por zoti Lajzer ka menduar ta sjell edhe në Shqipëri, pra. So I would say on a global level, many countries recognize that there is a need to change something in their education system because of the rate of youth unemployment. So all, let's say, this system where academic studies are in the main focus, I think they have to change something because really professional skills are well worth to increase because a good economy always needs good skilled labor force. Në kuptimin global, unë po e përmbledh, në kuptimin global pra të aftësuarit profesional është në rangun më të lartë, më të kërkuar dhe natyrisht kjo është e nevojshme pra që të vijë edhe në kontekstin tonë. Ndërkohë, unë tash përmenda Tirana Ice Gate, pra nesër do të zhvillohet aty një lloj mënyre për të marrë pjesë në këtë konkurs, por do të jetë vetëm nesër?
Cilat janë forma, cilat janë mënyrat se mund? Konkursi do zhvillohet vetëm nesër, duke filluar që nga ora 10 deri në orën 6:30, që përfundon me shpalljen e fituesve. Natyrisht përpara këtij orari do të jenë të gjithë procedurat të regjistrimit, të përgatitjes së vendit ku ata do të pozicionohen, secila nga detyrat është e përgatitur nga grupi nga ekipet veçanta dhe detyrat do të konsistojnë në një periudhë 3 orëshe dhe në fund të ditës do të kurorzohen fituesit. Dhe me ta që ndodhë më pas, ata do të shkojnë në konkurs dokumentar? Atëhere ne jemi munduar që me mbështetësit, si që përsërita të organizatë e para është shoqata e ICT-së zvicerane, është Swiss Contact Fondacion Zviceran për mbështetjen teknike, janë kompani shqiptare të IT-s të cilat kanë, jo vetëm të IT-s, të cilat kanë mbështetur, pra kemi krijuar një sport të këtyre çmimeve. Çmimet e para mund t'i quajmë, po jo detyrimisht, do të jenë vizitë studimore, pra vizitë ushtrimore, le t'i quajmë, në Zvicër dhe pjesëmarrja e tyre në Swiss Skills në shtator të 2015-s dhe pastaj në çmimet të tjera konsistojnë në praktika profesionale për secilin nga fituesit. Aty do të në momentin e shpalljes së çmimeve do të jenë dhe përfaqësuesit e këtyre kompanive, organizatave, të cilët do t'ia dorëzojnë këtë çmim të rinjve fitues. Vërtet një mundësi për të mos u humbur, një mundësi shumë e mirë. Megjithatë kur merren nisma të këtilla, ka një lloj pritshmërie, njeriu krijon një lloj pritshmërie dhe ka një qëllim të caktuar. Ju si e keni pritshmërinë? Feedbackun do ta merrni nesër, nuk mund të themi dot asgjë kështu statistikisht korrekte sot, por në këndvështrimin tuaj, si do të jetë feedbacku i pjesëmarrjes? Okay, in this case I would like to ask Stefan about what are our expectations, let's say. We initiated with for the participation in the at the end. Yes, so from your perspective. Yes, because of my experience in Albanian vocational schools, I already know and I exactly know that there is a lot of talent, a lot of motivation, and so yeah. Nga eksperienca ime në Shqipëri ka shumë talente dhe njerëz të rinj të talentuar. And we already recognized during application that there are highly motivated participants. Dhe gjatë aplikimeve ne mundëm që të shikojmë që ka vërtet të rinj shumë të motivuar. And so I'm expecting a really good event with hardworking, highly motivated young Albanians. Dhe ajo që pres është që vërtet të kemi një konkurs pra me të rinj shumë të motivuar dhe që do të performojnë aty. And sorry, a last hope, a big audience which is going to cheer for all these young guys. Dhe gjithashtu po pret dhe për një audiencë të gjerë të cilët do të jenë duke brohoritur për ata të rinj të cilët po do konkurrojnë, do jenë në garë. Jam I bindur për këtë, edhe e uroj gjithsesi me zemër që të ndodhë kështu. But Mr. Leiser, it's years that you're working and living in Albania. What do you mostly appreciate in the Albanian people when it comes to skills? We are talented about, for what? Except IT. Yeah. Pra për çfarë jemi të talentuar në shqiptarë, çfarë vlerëson zoti Leiser nga përvoja e tij relativisht e gjatë në vendin tonë, tek ne? Çfarë mendon se jemi më shumë të aftë të bëjmë përveç IT-s? So I think most young Albanians are quite open-minded, so they are ready and willing to learn something, to move forward. Të rinj shqiptarë së pari janë me mendje të hapur, janë të gatshëm për të ecur përpara, për të përparuar. In many cases they are quite reliable and really self-reliant, so they are willing to progress. Dhe në shumicën e rasteve janë edhe me besim të plot dhe gati pra për të ecur. Maybe there's just one condition. We have to search ways to give them the possibility to prove. So. Dhe vetëm një konditë është që ne duhet I japim shanset atyre që të provojnë që janë të talentuar dhe që të përparojnë. Është vërtet që mundësit mungojnë për fat keq në Shqipëri, krijohet nga një ideja që deri një shqiptare është pak përtat, se të themi, por kam përshtypjen që
sidomos në shumicën e rasteve nuk janë për tac, thjesht ju ka munguar një dorë mirë, një mundi mirë. Natyrisht, kjo është vetëm një mendim dhe një mendje shkurtër që mund ta mendoj. Në qoftë se i jep mundësit, ne kemi pas një eksperiencë shkëlqyer, sidomos në këtë rastin e inicimit të Albanian Skills, ishim komplet të panjohur për publikun, kemi mundur të përdorim vetëm resurset nëpërmjet mediave sociale, kishim një website që na përfaqësonte, ata na besuan, aplikuan nëpërmjet vetëm kësaj faqe, duke parë kush jemi dhe çfarë ju duken, pavarësisht se ishin, le të themi, thënie të sinqerta, modeste, pa premtime të mëdha, por ata na kanë parë që atëherë është një mundësi shumë e mirë për ne dhe pse jo të mos tentojmë. Dhe ky është një rast i shkëlqyer, në qoftë se ne ja japim mundësinë të rinjve, absolutisht që ata do të ecin përpara. Janë shumë të mrekullueshëm. Vërtet, edhe të dashurmi që njoftoj sinqerisht nesër në Tirana Eastgate, këtu në kryeqytet, të vini nga gjithë Shqipëria dhe të merrni pjesë në këtë konkurs, sepse ju ofron një mundësi vërtet shumë të mirë për të evidentuar mbi të gjitha edhe aftësitë tuaja, por po aq edhe për t'ju ofruar mundësi për të shkëmbyer përvoja dhe pse jo dhe mundësi punësimi shumë të mira. Faleminderit që ishit këtë mëngjes me ne. Suksese në edicionin e parë të këtij konkursi dhe unë dëshiroj me zemër që të zgjerohet, të kthehet një traditë vjetore dhe të zgjerohet edhe gama e profesioneve që përfshihen. Natyrisht ne duam një rrugtim të gjatë. Por do të dilni banë dhe do të jetë një rrugtim i gjatë por i bukur. Ju falenderoj. Thank you very much for being with us and for the opportunity that you're giving to the Albanian youth. Thank you very much. Pra falenderova edhe zotin Stefan Lajzer, I cili është iniciator I Albanian Skills për mundësinë që I jep të rinjve shqiptar dhe për faktin që ishte me ne. Po aq falenderoj edhe zonjën Ana Zaharian që ishte me ne. Suksese. Të dashur miq, pas pak do të flasim për sportin, siç bëjmë çdo të premte me gazetarin Dëfrimet Hasani, do të flasim për sportin shqiptar kuriozisht ç'ka ndodhur dhe ç'pritet të ndodh. Vetëm pas pak, qëndroni me mirësevija. Ishte Jennifer Lopez ose J-Lo, siç njihet, me dashuria ime nuk kushton asgjë. Ose dashuria nuk kushton asgjë, në fakt është titulli konkret. Po ja dëgjova zërin. Po ja dëgjove ti tani dhe ti tani u bezë se ke. Po pas Jennifer Lopez është vështirë ta gjesh fjalën. Po ku e kishe mendjen, marrë dëmi. Përshëndetje Zasulo. Përshëndetje. Mirëmëngjes Blede. Edhe do flasim doli gjumi bezoj, apo jo? Po mirë jemi sot shumë. I del sa të dëgjon ty në radio duke ardhur, këtu kështu zgjohet njëri. Gjatë gjithë rrugës e dëgjoj. Për tër fundjavën. Edhe ditët të tjera e dëgjoj. Faleminderit. Mirë, do të flasim kryesisht për sportin shqiptar, siç bëjmë çdo të premte tjetër, po e nisim me Ligën e Kampionëve, së pari me Champions League. Natyrisht, sepse ishte eventi I javës, eventi që të roqi vëmendjen, aq më tepër kur luajnë skuadra të mëdha që tashmë edhe shqiptarët janë shumë tifozë, jo vetëm me skuadrat e tyre, por edhe me ekipet e huaja, siç I themi, por që janë bërë të tyret. Aq sa është bërë dhe Xhasule duke postuar nëpër Instagramin nëpër gjëra kështu foto të çmendura duke shijuar si tifoz ndeshjet e Champions League. Në fakt na shijuan ndeshjet të martën dhe të mërkurën, na shijuan, ishin ndeshje shumë emocionuese, të dyja, veçmas ndeshja e parë që pati shumë gola, ajo mes Bayernit dhe Barcelonës. Natyrisht Barcelona u kualifikua fal asaj provoje të shkëlqyer që ka në të tilla kompeticione, fal edhe atij njeriu që është çuditëbërës, siç është Messi, edhe pse në ndeshjen e kthimit nuk ishte ai që ishim mësuar ta shohim, gjithsesi mendoj që Neymar e ndihmoi Barcelonën këtë herë, Bayerni fitoi për moral, fitoi 3-2, por nuk arriti dot ta përmbys atë shifër detheruese që pati 3-0 pikërisht në Spanjë, kështu që u detyrua të marrë një fitore për publikun në atë stadium të mbushur, por që nuk kaloi dot më tej. Barcelona është mësuar tashmë me finale, është mësuar edhe me trofe, edhe pse mendoj do ta ketë vështirë, sepse edhe Juve meriton vërtet një përgëzim të jashtëzakonshëm që uli galaktikët në tokë dhe arriti që përmes atij barazimit të kualifikohet me dinjitet. Me dinjitet në atë stadium me peshë të rënd, por që Juve si duket peshoi më shumë. Ata futbollistët që ndoshta nuk janë aq të paguar sa ato të Realit, bën më të mirën e tyre dhe kualifikuan Juven, e cila është pritur në aeroport, është pritur në mënyrë madhështore dhe kishte foto, kishte festë të tifozëve, të gjitha bashkëshortet e futbollistëve kishin bërë dhe atë selfie që ke qef Tita bashkë në studio dhe tifozët një festë të çmendur në Itali.
Juve. Një festë e bukur që natyrisht ishte e merituar, kualifikim vërtet i merituar e Juventus, që ndoshta më pak e kishin menduar, sepse Reali ishte më afër kualifikimit, duke menduar ndeshjen e parë, që kishte shënuar gol 2-1 në Torino, por ja që Juventus u tregua shumë i madhur, shumë gjakftohet, bëri një lojë shumë kontrolluar, arriti ta pushtojë mesin e fushës dhe në pjesën e dytë Reali u duk si i lodhur, si pa dëshirë, si duket është venit me titull dhe gjëra të tilla, janë futbollistë që ndoshta janë venitur, ndërsa Juve kishte shumë dëshirë. Kishte shumë dëshirë dhe ndoshta e shoh edhe pran trofeut me atë mënyrë loje se si ka bërë. Dhe Allegri vërtet vlen të përgëzohet. Ndërkohë që luhet në qershor apo jo? Po, në Berlin tashmë. Në Berlin. Në 6 qershor do të kemi finalen e madhe të Champions League-s, një finale shumë pritur kjo, që natyrisht ka tërhequr vëmendjen e miliardë njerëzve, jo të milionave njerëzve. Futbolli është bërë vërtet prom, është bërë gjëja më e dashur për njerëzit. Ashtu si edhe në Shqipëri tashmë dal ngadalë po hyn shumë në. Po, dhe me qira fjalë, çfarë po ndodh me Superligën shqiptare? Superliga shqiptare ka 2 javë të fundit, nesër do të kemi të shtunën, pra do të kemi vetëm një ndeshje, do të luajë Skënderbeu Flamurtaj në orën 19:30, ndërsa ndeshjet e tjera do të luhen të dielën. Skënderbeu duket më afër se kurrë titullit kampion, një titull natyrisht i merituar, e kam thënë dhe në emisionet tjera këtë vit, sidomos këtë sezon ka qenë vërtet i mrekulluar dhe i merituar për skuadrën korçare, e cila vendosi edhe një rekord tashmë historik, janë pamje që sjell regjia nga ndeshjet që u luajt në Tiranë, ja dhe festa e korçarëve pas atij barazimi fantastik me Tiranën, një barazim që ndihmoi shumë skuadrën korçare për të qenë më afër trofeut, për të zgjatur duart për atë titull që do të festohet në mënyrë të jashtëzakonshme, me sa kam marrë unë vesh, ja dhe Mireljosa, ky është timonieri i hekurt i skuadrës, një ish futbollist i kombëtares shqiptare dhe i Tiranës, por që shërben për ekipin korçar. Është një ndeshje pra që u mbyll pa gola, por që e ndihmoi shumë Skënderbeu. Në kaq që do të kemi edhe ndeshjet e tjera që do të luhen të dielën. Tirana do të ketë një provim të vështirë në Kukës. Do të jetë Kuksi Tirana një ndeshje përcaktuese, sepse edhe pikët janë 69-68. Kuksi dhe Tirana një pikë kanë diferencë. Natyrisht që secilës i bën punë fitoria, Kuksi ndoshta për të siguruar një vend në Europë, ndërsa Tirana që e kërkon këtë. Ndeshjet e tjera pastaj janë Laçi ka një provim të lehtë përballë Elbasanit në fushën e tij, ndërkaq që Partizani do të presë Vllaznin, ndërsa ndeshja kryesore mendoj për këtë javë është ajo për mbijetesë mes Teutës dhe Apolonisë së Fierit. Një ndeshje që pak a shumë përcakton dhe fatet e këtyre 2 skuadrave për qëndrimin apo jo në Superligë. Pra është një duel mbijetese, ndoshta ndeshja më e rëndësishme e sezonit për këto 2 skuadra, Apolonia dhe Teuta, por që luhet në Durrës, në orën 17. Të dielën luhen në 17 ndeshjet, ndërsa të shtunën Skënderbeu do të luajë në orën 19:30 me Flamurtajin në fushën e tij, në stadiumin e tij që tashmë ka filluar diskutimi edhe për emrin e stadiumit, diskutohet shumë për Blendi Shkëmbin, kapiteni i ekipit korçar që në fakt po fiton 5 trofe. Rresht është një ngjarje e jashtëzakonshme për një futbollist, por që legjendat e dikushme natyrisht kanë ambicet e tyre, kështu që ka patur edhe probleme, ndërkaq që kryetari i bashkisë është deklaruar që mund të presim pak, nuk jam kundër emrit të tij, por mund të presim pak se ndoshta është pak shpejt. Ndërkohë kategoria e parë priten fatet e sezonit të them, ndërsa në kategorinë e dytë tashmë janë përcaktuar. Kategoria e parë luan sot fatet luan të shtunën. Më falni se sot është e premte, më duket ndonjëherë sikur sot është dita e ndeshjes. Pro, në Puk dhe në Ballsh, në Puk dhe në Lushnjë. Në Lushnjë luan Bylys dhe Lushnja, pra Lushnja Bylys, ndërsa në Puk do të luajë Tërbuni dhe Beslidhja. Janë 2 skuadra që kanë kryesuar kampionatin në 2 grupet përkatëse. Tërbuni ka qenë kryesues në grupin A, thuajse gjatë gjithë sezonit, pa asnjë humbje, ndërsa skuadra e Beslidhjes dhe Mamursi e kanë ndjekur vazhdimisht, ndërsa në Lushnjë do të luhet Lushnja Bylys. Lushnja një skuadër kryesuese, por që edhe Bylys ka qenë veçmas fazën e dytë një ekip shumë pretendent. U diskutua shumë për të patur një gjyqtar të huaj, por me sa kuptoj unë dhe ato çfarë diskutuam në emisionin e Hëna Sportive, do të mbetet te gjyqtarët tanë, te sistemat tona ndërkombëtare ose të kësaj kategorie, do të jenë gjyqtarë të rëndësishëm, ndërkaq që premia për ekipin Ballshiot ka kaluar shifrën e $30.000. Pra, presidenti Kaplanaj ka deklaruar nëse fiton skuadra, do të ketë një shifër marramendse. Marramendse për Shqipërinë, se tani kur e krahason me ato shifrat jashtë, xhasulë. Ne nuk flasim për miliona dollare, për miliona euro. Flasim për nivelin e kategorisë së parë apo jo në Shqipëri. Gjithsesi, interesant është fakti që televizioni shqiptar do të mund të transmetoj
pikërisht një nga këto dy finale. Këto janë dy finalet e sezonit. Pra, do të jemi në Lushnjë me ndeshjen Lushnja Byllës. Një ndeshje shumë e rëndësishme kjo, e anatemuar shumë nga veçmas nga ballqotët për problemin e gjykimit, sepse kërkonin gjyqtarët e huaj, por që me sa kuptoj unë me 99% do të jenë gjyqtarë shqiptarë që do gjykojnë, ndërsa në PUK do të jetë një ndeshje shumë pritur, pukianët si duket e ndjen vetëm ndoshta më afër dhe kanë përgatitur dhe një festë të jashtëzakonshme, ndërkaq që Besklidhja ka treguar se ka barazuar në PUK dhe ka ditur të fitojë dhe jashtë dhe ajo është e përgatitur për këtë finale, për këtë sfidë dhe tashmë pritet përplasja e brirëve. Në të dyja grupet vendoset nesër fati i sezonit. Ndeshja do të luhen në orën 17 pasdite dhe do të kemi vërtet një vëmendje të jashtëzakonshme, aq më tepër që edhe televizioni shqiptar tashmë i ka kushtuar vëmendje kësaj kategorie me emisionin e hëna sportive që e kemi bërë çdo të hënë duke promovuar këtë skuadër. Tani të flasim pak shumë shkurt për kategorinë e dytë. Shumë shkurt, lutem se jemi në limitet. Kategoria e dytë përcaktoi fituesit, edhe regjia do ndihmoj, është bërë një festë e jashtëzakonshme, Korabi i Peshkopisë rikthehet pas shumë vitesh në kategorinë e parë, një histori e re kjo e skuadrës Dibranec, tashmë vjen në kategorinë e parë, tifozëria të çmendur, rreth 10.000 njerëz kanë qenë në stadium, pra Korabi i Peshkopisë, Korabi i rekordeve, 22 fitore, vetëm një barazim gjatë gjithë sezonit, ja dhe stadiumi, një qytet që ka folur me gjuhën e futbollit, një festë e jashtëzakonshme në fund, ja, festa që ka vazhduar deri në orët e para të mëngjesit. Ndërkaq në Gramsh e tillë ka qenë festa, por jo atmosfera, sepse ka qenë një ditë me shi, dhe pamjet e Gramshit, pra ka qenë një tjetër atmosferë, por që nuk ka qenë si në qytetin e Peshkopisë, ndoshta edhe nga një mot i keq, gjithsesi kjo nuk e zbre kurrë meritën e Gramshit, që ka arritur të jetë skuadra kampione e grupit B dhe do të diskutojnë me 24 maj titullin me Korabin e Peshkopisë. Pra, Korabi Gramshi në Tiranë ose Durrës do të luhet për fatet e titullit kampion në kategorinë e dytë. Asa kushtet mira. Sigur po luajnë tek pishina. Fantastike, tani në verë ato ku ta gjesh atë fushën ashtu të mbushur me ujë. Dhe prim faleminderit shumë që ishe me ne edhe këtë të premte, të dashëm sigurisht në emisionin rubrikat sportive të dielën dhe e hëna sportive të hënën, mund të informoheni më shumë. Edhe nga njëra ndeshje tjetër, në emisionin në Radio Tirana, me Erga Krujën dhe Shpetim Gjoshin dhe shumë bashkëpunëtorë dhe komendatorë në gjithë rrethet, do të niqni emocionet direkt të çdo gjëre që ndodh në futbollin shqiptar. Faleminderit, edhe fundjavë të bukur. Edhe për ju. Ndërkohë të dashur miq, faleminderit edhe juve që na ndoqët edhe sot në Mirë se vjen. Takimi i radhës me këtë program do të jetë ditën e hënë orën 7 mëngjesit, por mos harroni se sot në orën 14 unë do të jem transmetim të drejtë për drejtë në kanalin e dytë të Radio Tiranës në frekuencat 95.8 MHz në programin Kënga e Jetësimit, ku ju ftoj të më kontaktoni në numrin që do ta anoncojmë atje për të përcjellë muzikën më të mirë që ju keni më për zemër. Po Xhasula. Të dëshiroj një fundjavë të këndshme. Faleminderit, ta dëshiroj. Takoni aty ku e di veti. Ta dëshiroj edhe unë ty dhe të gjithë miqve. Faleminderit miq që na ndoqët. Kalofshi fundjavë të bukur, shihemi të hënën.